العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na e mundësoi që na të tubohemi në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Gjelle Gjelaluhu, në shpjegimin të cilën e kemi zakon të librit, respekti ndaj dietarëve apo informimi mbi respektin e njerëzve të dijes dhe të Islamit. Sikur që cekëm në dersin e kaluar për disa çështje të rëndësishme të cilët janë shumë të mëdhaja që një musliman duhet të I ketë parasysh, e ato e cekëm se çka duhet të bën kur të jetë në prezencën dhe në tubimin e tij në moment kur dikush përgojon, kur dikush e merr në përgojë dikant, apo kur dikush cenon nderin dhe shkel nderin e një muslimonit. Mirë po sonte inshallah me lejen e Allahut Gjelle Gjelaluhu do të flasim e rreth një temës me të cilën autori e sjell pas asaj ku e cekëm dhe treguam se do të flasim rreth një morali të lartë, të madh të Islamit, të cilën e posedonin disa burra që me të vërtetë është shumë e rrallë që ta gjejmë ndoshta në mesin tonë. E mu përati solli autori këto burra të mëdhej me këtë cilësi të lartë të madhe të Islamit, duke na I cekur kështu radhazi, do të mundohemi që këtë temë ta përmbyllim sonte kështu, edhe secili le ta ndëgjon me vëmendje që ndoshta njërin prej këtyre burrave të mëdhenj të Islamit, të cilët arritën majet e maleve të larta, që Allahu Gjelle Gjelaluhu I ngriti, që ata e ruajtën veten nga sëmundja e përgojimit. Mu përat titullin të cilën e titulloj hoxha, tha el mutenezzihuna anil ghibe, ata të larguarit, të pastërtit, të përmbajturit, ata të cilët I qëndruan larg përgojimit dhe gibetit. Cilët janë ata burra, kush janë këto burra, çfarë cilësish kanë dhe se si janë, padyshim se gjithherë shembull është ai brez I cili është brezi I artë, të cilën e livdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se është e ditur o vëllezër se të larguarit nga gibeti, ai I cili e mban veten nga përgojimi, është një ndër virtytet më të mëdhaja dhe ato cilësitë e mëdhaja të burrave të mirë të cilët ishin në brezin e famshëm të cilët kaluan nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë ata të cilët erdhen pas tyre, derisa llogaritej në mesin e tyre
më i miri i tyre, ai i cili e kishte zemrën më të pastër dhe më i pakti që bonte gibet dhe përgojim. Këto na e tha Iyas ibn Muawiya ibn Qurra rahimahullah. Tha ishte të shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e konsideronin më të mirin dhe më të virtytshmin, më me vlerë të tyre, tha ai i cili e kishte gjoksin më të pastër dhe ai i cili mas pakti bonte gibet dhe bonte përgojim. Gjithashtu Sahal ibn Abdullah Tustari rahimahullah na ceku dhe na tregoi o vëllezër disa morale, disa cilësi të atyre burrave të cilët janë të sinqertë. Disa cilësi të besnikave, tha mbani mend cilat janë. Tha e para është en la yahlifu billah, mos të betohen në Allahun xhelle xhelaluhu. Në derset e para xhumos, një 2 derse kemi folur rreth të betuarit në Allahun xhelle xhelaluhu shumë, me veçanërisht në tregti. Besimtari i cili ka moral të mirë të lartë, ai nuk betohet shumë në Allahun xhelle xhelaluhu, e ruan gjuhën e tij. Pra janë njerëz të cilët nuk betohen në Allahun xhelle xhelaluhu shumë. Tha wa alla yaghtabu wala yughtabu indahum. Tha një ashtu, ata e kanë edhe këtë cilësi që nuk përgojojnë dhe as që lejojnë që dikush të përgojohet në mexhliset e tyre dhe në tubimet e tyre. Dhe plus asaj, tha wa alla yashbi'u. Tha ato kur han janë të matur, nuk ngopen. Gjithherë lojnë pra një matësi në hajen e tyre dhe një zbrasi. Tha wa idha wa'adu lam yukhlifu, kur ata premtojnë nuk e shkelin premtimin e tyre dhe nuk bëjnë shaka fare. Nëse bëjnë shaka, bëjnë pak, nuk janë njerëz të cilët vazhdimisht me shakaja mirën, me hajgare, me hoka, por janë burra serioz, nuk betohen shumë në Allahun xhelle xhelaluhu, ruajnë gjuhët e tyre, nuk lejojnë që në mezhliset e tyre të përgojohet dikush, e as që ata e përgojon dikan. A kurse ndoshta këto cilësi të na o vëllezër, thuj se secili për veti nëse flasim, unë ti ai tjetri të gjithë pra, thuj se ndoshta këto cilësi i kemi. Betohemi në Allahun shumë, e përdorim betimin, përgojojmë dhe në mezhlis ku qëndrojmë apo në tobim përgojohet, nan gjithashtu qëndrojmë, kur ham ngopemi, nëse e premtojmë dikan e tradhtojmë, e shkelim premtimin, edhe një ashtu nëse është problematika tjetër, pra dhe kur bëjmë mas shumë t'i bëjmë hajgare, mas shumë t'i shaka në mesin tonë se sa serios kur rrim. Mas shumë në ngren vendi kur të bëhet hajgare dikund, kur të bëhet shaka, apo në ndonjë tobim ku bëhet hajgare, dhe me thonë ngritet meraki i njerëzve në atë tobim dhe në atë gjendje se sa në një vend ku është serios dhe ku këshillohesh për hir të Allahut, ku folet për Allahun xhelle xhelaluhu, ku merret mësime. Mu përat disa vëllezër prej tyre, thanë i kemi takuar në një grup të madh të njerëzve të parë tonët, të bukur e të mirë, të cilët Allahu xhelle xhelaluhu e bëri moralin e bukur të tyre dhe të lartë të tyre, tha ata ishnin që nuk e konsideronin adhurim vetëm në agjërim edhe në namaz. Nuk e konsideronin adhurimin vetëm agjërimin apo në namazin, por ato ishin që e konsideronin adhurim, tha edhe në kefu an aradin nas, në përmbajtjen e shkeljes së nderit të njerëzve. Ta përmbajsh veten, ta ruesh gjuhën nga nderi i njerëzve, që mos të cenojsh nderin e njerëzve. Parat Imam Ibn al-Jauzi rahimullah, duke na përshkruar hoxhën e tij, tha kështu: "Kana ala qanuni salaf, lam yusma fi majlisihi ghib." Tha ai kishte një cilësi, duke e përshkruar hoxhën e tij, tha ai heste sipas kanunit të parëve, të cilët ishin të ngritër të ummetit. Dhe nuk ndëgjohej në mexhlisin e tij përgojim. Nuk lejonte që të përgojon dikush edhe të ketë gibet në ato. Mu për atë, subhanallah, nëse në mexhlisin e tij kishte njerëz të cilët nuk bëjnin gibet dhe nuk përgojonin, kjo cilësi shumë e pakët duke u paksuar dhe duke u vështirësuar të ata të cilët vinin pas. Por atë tha Imam Waqi ibn al-Jarrah rahimullah, tha min izzati salamati min al-ghibi annahu lam yuslam
minha illa al-qalil. Tha nga vështirësia e paqes dhe pastrimit që të shpëton dikush nga gibeti, tha është aq shumë e vështirë dhe aq shumë problematike që të gjesh dikan që nuk ka bërë gibet. Tha është bërë shumë e vështirë të gjesh të bim ose me zhlis ose të gjesh njerëz të cilët nuk bëjnë gibet, tha përveç se pa. Kush? Waqi ibn Jarrah, në kohën e tij. Për atë tha autori, tha nëse në kohën e tij pak janë njerëzit, ky llogariti pak për të gjetë njerëz të cilët përgojojnë dhe bëjnë gibet dhe marrin në përgojë njerëzit, atëherë tha çka të themi për kohën tonë? Çka të flasim për kohën tonë? Nëse atëherë pak, tha tash më pak e më pak. Ajo pakica është paksuar shumë, sa si ndoshta edhe së ngjejmë, tha njerëz të cilët nuk përgojojnë. Para të vëllezër, Ebu Ruqad tha dola një herët me zotrion tim, dhe unë si djalosh i ri, tha kur hasa para Hudhejfe ibn al-Jemenit radhiyallahu anhu, sahabijët pejgamberit sallam, dhe ndëgjova, tha duke thonë kështu, tha e kam dëgjuar duke thonë se e kam dëgjuar pejgamberin sallam duke thonë, ai në mexhlis aty duke qenë në atubimin e tij, duke ju thonë atyre njerëzve të cilët ishin në tubim me to, tha ju thonte pasha Allahun, ndoshta një fjalë me të cilën kur ishim në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush nëse e folte një fjalë, tha me atë fjalë bohej prej munafikëve. A unë sot në një tubim të vetëm e ndëgjoj 4 herë duke përsërit një të në fjalë. Sahabi pejgamberi sallam, duke mos ia vendosur veshin kërkush, me një tubim, me një mexhlis, burri mirë, por gjuhën e ka problem. Ja do të bën hajgare me fe, ja dëshiron të luan me dikan, me një simbol të dinit, e të fejës duke e nënçmuar e kështu me radhë, nuk e din se ndoshta ndonjë kufër, ndoshta ndonjë shirk, të fjalëve të rrezikshme, saqë ndodh tha ndonjë fjalë aq shumë të vështirë mund ta fol dikush, në kohën e pejgamberit sallam tha llogaritshmi, një fjalë boj prej munafikëve. A sot të ndëgjoj tha mexhlisën e ujit me një vend duke përsëritur tha 4 herë atë njëjtën fjalë. E kështu me radhë kemi cekur pra si hadithe ato të cilat kanë të rujtja e gjuhës kur folëm më herët. Mu për atë vëllezër, El Hasan ibn Salih, një nga dietarët e mëdhenj të fiqhut, tha e kam kërkuar dhe e kam hulumtuar devocionin dhe devotshmërinë, mirë po për fat keq mas pakti që e kam gjetë që njerëzit e përdornin devotshmërinë dhe devocionin e tyre në rujtjen e gjuhës. I shikon jam në çdo pikë, nëse është në namaz mundohet jetë sa më devotshëm, nëse është në ibadete tjera, nëse është këtu, nëse është në haram të uruajt, po te gjuha mas pakti e kam gjetë devocionin e njerëzve me të cilët mundonin që të runin në atë pikë gjuhën e tyre. Për atë, nëse meditojmë rreth fjalës së Aishës radhiyallahu anha, në tregimin e shpifjes kur ju bë asaja shpifja, dëgjoni se si ishte ai brezi i edukuar në Islam. Aisha radhiyallahu anha tha vëllezër, në momentin kur shumë të tjerë ranë në shpifjen e saj duke marrë mëkat, por një grua e cila ishte bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ishte dhe urtakja e Aishës radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me pyeti bashkëshorten e tij për Aishën radhiyallahu anha dhe i tha: "Çka din për Aishën o Zainab? Çka ke pa? A ke pa diçka prej asaj të cilët janë duke i shpifur?" Kjo qyshu përgjigj, nuk e shfrytëzoi rastin, për arsye se Aisha radhiyallahu anha tha ishte kjo ajo e cila ishte barabart, pra ortakja e saj që më një herë do ta shfrytëzonte rastin që të flet kundër saj te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por tha e mbrojti Allahu xhel xhelaluhu me dëvshmërinë që kishte që mos zhytet e ta zhyt gjuhën e saj në nderin e Aishës radhiyallahu anha. Për atë çka tha, ju drejtua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke thonë: "O i dërguari i Allahut, unë e ruaj dëgjimin tim dhe shiqimin tim, tha nuk di për ato përveç se hajër." Tha Aisha radhiyallahu anha, dhe pse ishte
ajo që duhet të flet ndoshta kundër saj. Nëse i pet rastit e na me njëherë shfrytëzon rastin që të flet kundër asaj. Po, vërtet ti nuk e di, po filonja edhe kështu edhe kështu. Dhe me thonë vetëm e shton më shumë bisedën apo shfifjen për to, por kjo u përgjigj ndryshe. Tha o dërguari i Allahut, e ruaj shiqimin dhe dëgjimin tim, nuk di për to, vetëm se hajër e mbrojti, tha Allahu xhalla xjalaluhu. Para të vëllezër, Ibn al-Qayyim al-Jauziyja rahimahullah në librin e tij Al-Wala ad-Da wal-Dawa, sëmundja dhe ilaçi, tha subhanallah është për të u habitur me insanin si njeri. Tha nuk e ka vështirë që të përmbahet nga shumë harame të mëdhaja, ndoshta nuk i gjen vështirësi që të ndalet nga haja e haramit. Tha përmbahet nga haja e haramit, përmbahet nga shikimi haram, tha përmbahet nga zinaja, ndalet nga pija e rakisë, ndalet nga shumë harame tjera, nga vjedhja e kështu me radhë. Tha por kur vin të lëvizja e gjuhës së tij s'u ndalën. Te gjuha problem. Tha derisa për shkak gjuhës tha e shef ndonjë njeri për të cilën bëhet me gisht nga ai për ibadetin e tij, për devotshmërinë e tij që e ka, mirë, po kur të flet, tha flet me fjalë që e hidhron Allahu xhalla xjalaluhu. Nëse e shef një burr i cili flet fjalë të hidhrimit që e hidhron Allahu xhalla xjalaluhu, nuk e ka dert se çka shpreh me gjuhën e tij. Edhe pse ndoshta e shef shumë të mirë në ibadet, në sadaka, në shumë sende, por kur të flet e turbulliq krejt, e prish krejt me gjuhën e tij. Ndoshta i hidhron Allahu xhalla xjalaluhu edhe pse e shef musliman i mirë, por ndoshta ndonjë fjalë e cila është në hidhrim të Allahut xhalla xjalaluhu. Dhe nuk ja vendos fare veshin se me çka flet. Dhe shumë njerëz thash sa shohim prej atyre të cilët ai e përmban veten e tij nga mëkate të mëdha, nga padrejtia, nga zullumi, mirë po gjuha e tij është në prezencë e cila copton nderet e të gjallëve dhe të vdekurve. Ka gjuha aq të mprehtë, që ndoshta shumë mëkate tjera nuk i bën, por me gjuhën e tij aq të mprehtë copton ndere, nuk shpëtojnë nga as i gjalli as i vdekuri. E më përat Hafidh ibn Rajab rahimullah tha, duke na komentuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i tha Muadhit radhiyallahu anhu, e kemi cekur këtë hadith më herët atje te ruajtja e gjuhës që mos të bëjmë gibet, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ceku Muadhit radhiyallahu anhu se cilat janë ata vepra që e shtyn e futin në xhennet dhe e mbrojnë nga zjarri i xhenemit, çysh i tha në fund, a don të tregoj për çelsin e asaj e cila ti mban të gjitha këto? E kapi gjuhën dhe tha, emsik alejke hedhe. Ruje kit, mbroje kit, pengoje gjuhën tonë dhe që mos të cenon dhe të shkyn nderët e njerëzve, që të prejkë të kytë aj. Pse? Se aty ku ceken ndoshta mëkatet tona, neve nuk na vjen mirë dhe nuk dëshirojmë ndoshta as të ndëgjojmë. Atje ku e kemi interesin tonë, me gjuhë të mpret, ndoshta krejt, me hoxhalare, me këshilltar, me gjitha ndoshta i shkatron e i copton, vetëm që ti të arrish aty ku ti dëshiron. E kjo është, dhe me thonë, problematika me të cilën ky hadith o vëllezër na jep neve një mësim që si ta rregullojmë gjuhën tonë dhe si ta mbrojmë gjuhën tonë, për arsye se ai i cili e ka mbrojtur dhe e ka rregulluar gjuhën e tij, ai me të vërtetë se e ka në dorë çelsin e gjitha mirësive. Mubarak ibn Fadale na tregon për Yunus ibn Ubejdin rahimahullah, ky tabiu i ndershëm i cili tha se nuk e gjen në ndonjë mirësi e cila pasohet nga gjitha mirësit, tha sikur gjuha. Në çdo mirësi ka ndikim aty pasim gjuha. Por arsye se e gjen tha një njeri i cili e bën ibadet shumë, agjeron në Ramazan ton ditën ndoshta, tha mirë po e prish agjerimin me gjuhën e tij duke ngrën haram, duke hëngë mishat e të tjerëve. Tjetrin tha e gjen që bën ibadet namaznate shumë, por ditën dëshmon
me gjuhën e tij në përvende të këqija dhe dëshmon në zullum e në padrejtësi. Mirë po, e kundërta e saj tha kam shikuar se ai i cili është i mbajtur në gjuhën e tij dhe është i kujdesshëm shumë në gjuhën e tij, tha ai i cili e mbron shqiptimin e tij, tha e kam parë se Allahu xhelaluhu i ja ka përmirësuar dhe veprat e tij të tjera. Për ato vëllezër, dietarët e llogaritën ruajtjen e gjuhës një nga ato shtyllat e qëndrueshmërisë së trupit të njeriut. Kushdon që të ketë mirësi dhe të jetë i qëndrueshëm në dinin e tij, në fenë e tij, moralin e tij, ai let mundohet ta drejton gjuhën e tij. Kujdo i cili i lehtësohet që ta drejton gjuhën e tij, mos ta përdor ato në shpifje, në sharje, në fjalë të kota, në përgojime, tha ja ka hapur dyert e mirësisë vetvetes së tij dhe ja ka mbyll dyert e këqija. Për ato vëllezër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e këshilloi Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafiyut, çish i tha: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj besova Allahun xhelaluhu dhe pastaj përqendrohu në ta. Me besu Allahun edhe më përqendrua, po kishte edhe diçka që i kishte frikë, tha ja Rasulullah, e çka ki frikë më shumë për mua që unë mund të rrshes dhe ti prishja ato? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i boni me isharet. Gjuhën këtë ruje, mbroje gjuhën tënde, se me këto copton deret e njerëzve. Me këto ndoshta ti prish dhe ata adhurimet tjera me të cilët ti i bën. Se nëse rrëshqet gjuha o vëllezër, nuk ka poshtrim më të keq se sa njeriu që e poshtron gjuha e tij. A ke pa dikan kur ta livdrojnë, e livdrojnë me gjuhën e tij. Filani shumë i matur, filani dhe kur fletu shumë i matur, shumë mençuri, shumë urtësi, i ngrihet edhe vlera e tij, edhe trupi i tij. Tha Aliu radhiyallahu anhu, tha el-lisanu qawwamul badan. Gjuha, tha, është shtylla e trupit të njeriut. Me gjuhë njeriu e ngren trupin e vet, fizikun e vet e livdron, edhe me gjuhë e poshtron. Mund t'i jesh shumë i fortë, shumë i bukur, shumë i mirë, po pak me ron bisedë dikush me ty, ruje për këti se ky problem që i ka me gjuhën e ti. Filoni është i mirë, po të na që shtojmi, së ne gadi se ma betin fort. Pse? Gjuhën nuk e ka të edukuar. Problem është taj. Si t'ulesh në bisedë, shkatëron me njëherë. Jo do shan, jo do fin, jo do merë në përgoj, jo dikondin do e poshtron, do në nëshmon, e kjo është dhe me thonë problematika e modhe. Për të cilën, subhanallah, nëse ajo drejtohet, me dëvërtet se i drejtohen edhe gjymtyrët e ti. Yunus ibn Ubayd, rahimahullah, tabiju i ndërshëm, tha ma ra'aytu ahadan lisanehu minhu ala bal. Tha nuk kam pa ndonjë njeri i cili e ka në përmbajtje gjuhën e tij, në kujdesin e tij, por vetëm se kam parë pastaj dhe veprat e tij ju kanë bërë të mira. Ju kanë përmirësuar dhe veprat e tij. Ai që me gjuhën e tij e ndale pengon, nuk cenon deret e të tjerëve, Allahu xhelaluhu ja përmirëson edhe veprat e tij. I mirë është, i mençur, nuk flet vetëm se mirë, dhe mu pa për atë ai që flet mirë dhe është i kujdesshëm, mundohet që ai pastaj dhe veprat e tij ai të i përmirëson. Gjithashtu, nga Yunus ibn Ubayd rahimahullah, dëgjoni ja vëllezër që këtë këshill nga Yunus ibn Ubayd, nga ky tabiu i ndershëm, nga ky burr i madh dhe Yahya ibn Abi Kathir. Këto dy na e dhanë një këshill, nëse që këtë këshill e marrmi na nga ky mexhlis sonte të mjafton mirësi dhe këshill që ti e merë sonte t'ja përcjellish familjes tonë dhe shokit tonë dhe kujdush, që dëshiron që ta shohësh mirë. Mjafton për këti mexhlisi sonte ta marrën vetëm që të këshilla nga këto dy burra të mëdhenj. Yunus ibn Ubayd rahimahullah tha kështu: khaslatani idha salahata min al-abdi salaha ma siwahuma. Tha mbonja mend dy cilësi, nëse përmirësohen te një njeri, tha përmirësohen çdo sen pastaj. Përmirësohet gjithçka tjetër jashtë atyre. Dhe i ceku tha e para salatuhu wa lisanuhu. Tha mbonja mend
namazi i tij dhe gjuha e tij. Kush i pastron, kush i përmirëson, këto dyja i ka përmirësuar pastaj edhe qerat sende të tij. Ai i cili mundohet që ta përmirëson namazin e tij, ai i cili mundohet që ta përmirëson gjuhën e tij, le ta din se me të vërtetë tjerat sende pastaj nuk është problem. Le të ka për t'i përmirësuar. Por po e pati problem namazin e tij, jetën e tij, edhe gjuha e tij, është shumë problem pastaj që të i përmirëson cilësitë e tij. Parat Yahya ibn Kathiri gjithashtu tha khaslatan idha ra'aytahuma fi rajulin fa'lam anna ma wara'ahuma khairun minhuma. Tha janë dy cilësi që nëse i shef të një njeri të përmirësuara, dije se ato tjerat pas tyre që cilët do të vinë, do të jenë më të mira dhe më të përmirësuara. Ato tha janë, nëse është njeriu i cili e ruan gjuhën e tij edhe mundohet që ta ruan namazin e tij. Subhanallah, vlera që ngren një njeri e ngren jetën e tij dy çështje. Çka livdron një njeri në mesin e shoqërisë? Edhe çka ngren me vlerë të Allahu xhelle xhelalu? Namazi i tij edhe njashtu gjuha e tij. Njeriu nëse shahet dhe nëse nënçmohet në vdinë dhe në fejtë e njerëzit, kanë e livdrojnë? Filani valla namazlia i fal 5 kohë namaz. Tjetëri valla plus dhe gjuhën e tij e ka të mirë. Apo tjetërin nëse nuk e fal namazin, çka thon? Valla i mirë shumë, po nuk e di me namazin diçka, me namazin si ka punë të mirë. Shumë burr i mirë, ama namazin se fal. Dhe me thonë, është shumë problema, cilësi shumë rrënjësore që nëse nuk e përmirëson, nuk ka arrin mirësinë të Allahu xhelle xhelaluhu të përmirësimit. Për ato dy burra thanë, nëse i shef të dy cilësit përmirësuara ta ky njeri, ta dije se tjerat pastaj ngadal të gjitha inshallah do t'i përmirëson. Namazin e tij dhe gjuhën e tij. Gjithashtu tha vëllezër, ma sahha mantiq rajulin qat illa sahha ma wara dhalik. Nuk ka një njeri i cili e ka përmirësuar shqiptimin e tij, përveç se pastaj tjerat sende ngadal të gjitha i ka përmirësuar. Tha al-Auza'i rahimahullah, një dietar i madh nga atba'u tabi'in, i cili është i njohur ndoshta edhe te na, që ka pas dhe mëdhëb në veti al-Auza'i rahimahullah, aq dije të madhe ka pas, saqë ky na tregon dhe transmetonte nga Yahya ibn Kathiri, për këtë Yahya ibn Kathirin të cilën cekim nga ky tabi'iu i ndershëm, i cili tha e pa të ndëgjuar Yahya ibn Kathirin një herë një njeri duke e livdruar një njeri tjetër në prezencën e tij. E pastaj ju drejtua atij dhe i tha, qysh e livdron dikan, kur ti nuk e din, ka e njefat? Tha e njof ato, ra'aytuhu yatahaffadhu fi mantiqihi. Tha atë njeri e pash që kishte kujdes dhe ruhej dhe përmbahej shumë shqiptimin e tij. Gjuhën e tij e runte shumë, por atë dëshmoj për to dhe e livdroi se me të vërtet njeri i mirë. E konsideronin që nga gjuha e tij, pastaj edhe për tjera çështje dhe gjymtyrët e tij. Është njoftur o vëllezër gjithherë se të ruajsh gjuhën tënde dhe ta kish në kontroll është fuqia më e madhe e cila të përmirëson trupin, fizikun, ibadetin, adhurimin, moralin e të gjitha. Dëgjoni se çka na tregon nëse na meditojmë rreth përshkrimit të fjalës së Safdijut, kur tha për Yahya ibn Ismail al-Makhzumi, tha e kam shoqëruar më shumë se 20 vite, dhe tha nuk kam pa nga ai asnjë send keq, dhe ishte burri i cili kishte shpirt të fortë dhe gjuhë të mbrojtur. 20 vite, më shumë se 20 vite kam shoqëruar këtë burr të madh, por nuk pashte ai për vetëm se një shpirt të fortë edhe një gjuhë të mbrojtur. Për arsye se ata të cilët kanë, tha, shpirta të ulta dhe e shohin dhe e ndinë veten se janë në humbje të vetvetes së tyre, ato dëshirojnë pastaj kur të flet dikush, kur të cenon nderin e dikuja, mundohet të i rrezon ato burra të cilët kanë arritur malet me vlerën e moralit të madh të tyre, të cilët i kanë ngritur Allahu xhelle xhelalu, e mundohet të tyre të cilët janë, duke folur për to, duke shpifur për to,
e veçanërisht të ato burrat të cilët janë të lartë në moral. I ka ngritur Allahu xhël xhelalu me dituri, i ka ngritur Allahu xhël xhelalu me moral të mirë dhe me përmirësim të mirë të tyre, mundohen vazhdimisht që të i ulin këto burra të mëdhenj duke mos lënë asnjë vlerë të tyre, sikur ai i eturi i cili kur i vjen ajo gota e ujit, cili do merr më shumë e cili do marr më pak, por se cili mundohet që ta ul një burr të cilin e ka ngritur Allahu xhël xhelalu. Pse flet për një njeri shumë, don që ta ketë në shtresën e vet. E për fat keq dhe një grup tjetër të njerëzve të cilët mundohen që të i ulin njerëz të dijes dhe të fesë. Të fol për hoxhallar, të po fol për dietar, të fol për ata të ngritur, të fol për ata të ibadetit, të fol për ata të xhamis, të fol për ata të adhurimit apo të fesë, mundohet me t'i nënshmu njerëz të dinit dhe të fesë. Me t'i ul pse mos të ndëgjohet, mos merret shembull prej tij. Ruju ta prish din, ruja tjetri ta prish fen, ruju prej këtij mos e shoqëro, ti nuk e njeh ata janë tha me shpirtat e dobët dhe të ulët, që burrat e lartë në majet e maleve mundohen t'i ulin në fushën e ulët të tyre. E mu për atë vëllezër, historia ne ka ruajtur biografiat e këtyre burrave të mëdhej të cilat ata nuk ja arritën këtë vlerë vetëm se Allahu xhël xhelalu i ngriti për shkak kursimit të kohës së tyre, të cilën e kursyen kohën e tyre shumë dhe e përmbajtën vetveten e tyre nga shkatërrimet, nga të këqijat. E ruanin syrin e tyre me lot nga shikimi i haramit. E ruanin gjuhën e tyre që mos të folin dhe mos të shkelin derët e njerëzve, e mos të coptojnë derët e njerëzve, e ruanin duke e përmendur Allahun xhël xhelaluhu dhe duke folur mirë, ruanin dorën e tyre nga harami me sadaka, ruanin komën e tyre që të mos të shkelin në harame duke vetë llogaritur vetveten e tyre, duke u munduar që gjithherë ta kenë në kontroll dhe Allahu xhël xhelaluhu i ngriti këto njerëz derisa dhe nata e tyre dallon kur ata me zërin e tyre lexojnë fjalën e Allahu xhël xhelaluhu dhe dita e tyre dallon. E këto burra të cilët ishin në kontrollin e vetvetes së tyre dhe u ruanin nga mëkati dhe nga përgojimi, nga njolla e gjuhës së tyre, sikur që dikush ruhet nga njolla e papastërtisë së tij. E veçanërisht që ata nuk lejonin që në tubimet e tyre të përgojohet dikush, edhe nëse dikush përgojohej, ato ja tërheqnin vërejtin atyre dhe e largonin, e nëse nuk ndëgjonte, ato nuk prezantonin në ato mezhlise. Por atë për lloj të kësi burrave, tha hoxha dhe autori se librës, parfymosni mezhliset e juaj. Gjithherë kujtoja në tubimet e tua, në shtëpinë tonë, në familjen tonë, në shoqërinë tonë, parfymose ndejën tonë me parfymin e këtyre burrave të mëdhej, dhe thaja vlen që të cekim, tha kësi burra të cilët prej tyre o vëllezër që me vite janë shoqëruar edhe e kanë dëshmuar shoqëruesit e tyre mbrojtjen e tyre se si kanë qenë ata gjatë jetës së tyre, duke u përmbajtur në gjuhën e tyre që mos të përgojon dikonin. Tha kur e livdroi Hasan ibn Thabit, poeti i njohur sahabiu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, shikose me çfarë cilësie tha në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, livdron Hasan ibn Thabit me një poezi, po ja me çfarë cilësie të veçantë që e kishte Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nona muslimanëve, tha ja lexoj një poezi duke thonë: Hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili. Grua e mençme shumë, e matur shumë, dhe ajo është e cila e pafashme nga gjitha ato të cilët ja shpifin dhe ja nxesin, dhe ka tha një cilësi: wa tusbihu ghartha min luhumil ghawafili. Dhe ajo kur gdhihet në mëngjes, tha gdhihet e uritur nga ushqimi i grave të ndershme e të pafajshme. Çka deshti me thonë me këto? E uritur nga ushqimi, nuk han ushqim, nuk prek ushqimin e atyre grave
të ndershme. Nuk flet për gra të ndershme asnjëherë. Sikur ai që ngopet me ushqim me mish, tha kjo është e uritur për mish. Nuk han. Pra është me cilësi që është e larguar nga gibeti dhe përgojimi. Tabiu i ndershëm Mahnaf ibn Qais than ma dhakartu ahadan bisu'in ba'da an yaquma min indi. E ka pas një cilësi o vëllezër që tha kur nuk kam fol keq për dikan pasi që është ngritur nga mezhlisi im, nga tubimi im. Do shta të na e kemi ndryshe, po. Si të ngrijet dikur në shoqëri mirë, si të ngrijet ti se një kush oke. Po ki edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu. Me njëherë, ja pasojmë pas. Se din se sa i keq është ky. Ose të folë, ose të e nënshmuar me fjalë e me gjeste. Tha Muslim el-Batin, Said ibn Jubejri rahimullah, ishte ai i cili, pra tabiiu i ndershëm Said ibn Jubejri, dhe është edhe komentatori i Kur'anit Allahu xhalla xhelaluhu i njohur nxënës Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, tha nuk lejonte që të përgojohet dikush në mezhlisin e tij asnjëherë. Prat el-Fallas, ky është Amr ibn Ali el-Fallasi, i cili transmetonte pra nga burri që e cekëm Imam Waqi ibn Jarrah rahimullah, tha nuk kam dëgjuar që Waqi ibn Jarrahi ta përmend dikant për keq asnjëherë. Gjithherë i kujdesshëm kur folte për dikant. Muhammed ibn Sirini, tabiiu i madh, i cili tha se një herë të përmendi një burr, një njeri që e përmendi, tha ma ra'aytu rajulan min an-nas illa la budda min an yatakallama bi ba'd ma la yurid. Tha nuk kam pa njërë, tha vetëm se njeriu patjetër ndonjëherë të fol diçka që nuk e don. Ti lëshet gjuha ati, ti lëshet dikon. Që të fol diçka që nuk e dashti, ti lëshet. Përveç Asim ibn Omar. Kush është Asim ibn Omar? Është djali i Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Gjithashtu edhe gjyshi i Amr ibn Abdulazizit, baba i nonës së Omar ibn Abdulazizit radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Pra Asim ibn Omar radhiyallahu anhu, sikur që është i njohur Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, paramendohet ky Asim ibn Omar të jetë tabiin. Ty dy djemt e Omerit radhiyallahu anhu, njëri të jetë sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kurse tjetri të jetë tabiin. E kjo është interesant. Tjetri e ka shkallën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abdullah ibn Omeri, dhe Asim ibn Omar nuk arriti lindin kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por nuk u shoqërua me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do të thonë për shkak se lindi vonë dhe ngel nga tabiinët e mëdhenj, me të cilët është pra dhe djali i Omer bin Khattabit radhiyallahu anhu. Ebu Ubejde rahimullah tha nuk e kam pa dikant që të jetë i përmbajtur dhe i ruajtur në shqiptimin e tij më shumë se sa Omer ibn Abdulazizin rahimahullah. Pra të vëllezër të burra të parët tanë të cilët i ngriti Allahu xhelle xhelaluhu, që janë shembull për ne, me të vërtet ishin ata të cilët u ruanin edhe nëse e përshkruanin dikant, nëse i thonin për ta përshkruar dikant, ato kishin ndrohur që mos ta bëjnë gibet. Nëse vinte rasti për ta përshkruar dikant, filani kështu, ose për diçka, ato kishin ndrohur që mos vallë e kam bërë gibet. Dëgjoni Xherir ibn Hazim, tha kam dëgjuar Ibn Sirinin, pra Muhammed ibn Sirinin, duke përmendur njëri dhe duke thonë, dikush të i thëta filani, ky tha e përmendi dhe tha, po ai ziu, për cilësi me të cilën e dallon dikant. Kush filani ai ziu, dhe tha astaghfirullah. Tha nuk shoh veten vetëm se më duket se e përgojova. Tash ta e cilësova ashtu, por nuk e shoh veten vetëm se kam frikë se e bora gibet. Touf ibn Wahb tha u futa një herë te Muhammed ibn Sirini dhe e gjeta një njeri duke u ankuar, kishte një dhimbje ose ndonjë smuje, dhe tha ankohej te Muhammed ibn Sirini, e ky pastaj tha kur e pa që ankohej, tha ky ja cilson dhe e këshillon që të shkon te një mjek, dhe tha shko te filan mjeku, duke ja cilësuar atë mjekun, tha mos shko te ai, po shko te një tjetër, po është ma mjek dhe ma i fort. E pastaj kur foli për ta, tha astaghfirullah erani qad aktabtu. M'fal, o Zot, m'fal se më duket me të vërtet e morra, e bona gibet. Tash kur ti thosh shembull, mos shko te ai, ky tjetër është më i mirë, atë na më një herë e kundërta.
Ku be të filan mjekja? Po i smerë vesht. Gjithëherë ai që di smerë vesht e no. A i gebo. Mos shko të filan mjekja, pa i smerë vesht kjo tjetri, merë vesht ose unë të kalëzoj, merë e kitë unë të regoj, kështu, unë të regoj ashtu. Gjithëherë është e njëjta. Për ta ato të cilët din dhe janë munduar, gjithëherë ndodh e para pik, ai nuk merë vesh mos shko të ai. Të tjetër eja unë të regoj. E kështu me rot. Kjo është pra e cila i rujti këto burra që mos të futen dhe të zhyten në përgojim, edhe nëse ishte në cilësim, pra për ta cilësuar dikan kur folëm fillim, se ndoshta ndodh ndonjëherë që ti për ta cilësuar dikan nuk futesh në mëkatin e gibetit, me thonë për shembull filan se nuk i njifet për ta njohur filani me që e ka ki cilësi dhe njifet. Nuk futen në gibet, por këto kishin ndrohur vëllezër që mos të kenë që janë futur në gibet dhe në përgojim edhe nëse e kanë përshkruar. Mu ponat Ibrahimet e imi, tha më ka treguar dikush që e ka shoqëruar burrin e madh Rabi ibn Khuthejm nga tabeinët, tha e ka shoqëruar 20 vite dhe kur tha nuk kemi ndëgjuar që të flet ndonjë fjalë që e ul ata. Fjalë që të i llogaritet si gabim, apo fjalë që nuk i llogaritet sevap te Allahu xhel xhelaluhu. Pra disa prej tyre thanë, e kemi shoqëruar Rabi ibn Khuthejmin 20 vite, tha dhe ma sami'tu minhu kalimatan yu'ab. Nuk kemi ndëgjuar prej Rabi ibn Khuthejmin ndonjë fjalë e cila të fajsohet për atë fjalë të thonë vallami pa çito nuk e qelloj. Nuk është fjalë e mirë. Tha Ebu Asim an-Nabil. Ebu Asim an-Nabil është ad-Dahhak ibn Makhlad. Tha magtabtu musliman mundhu alimtu anna Allah harrama al-ghib. Para mendoha subhanallahu, tha kur nuk kam përgojuar dikan pise e kam marrë vesht se Allahu e ka bë haram gibetin. E kjo është me dëvërtet cilësi e ronë. Me dëvërtet se është problem. Për atë Mejmun ibn Sija, tabiiu i ndershëm i cili tha, la yaghtab wala yada ahadan yughtabu indahu. E kishte këtë cilësi të madhe që nuk përgojon të kërkan, pas që lejon të përgojohet dikan në mesin e tij. Edhe nëse nuk ndalej ai nga përgojimi, tha ky ngritej dhe e linte atë mezhlis ose shoqërimin e tij. Ngritej nga ai mezhlis, nga ai shoqërim. Salt ibn Bastam vëllezër na tregon për një njeri i cili ishte shoqëruar me Sha'bijun, të tabiinët e ndershëm Ibrahim an-Nakhi, këtë burrat që i shoqëruan sahabët e Pejgamberit sallam, duke na thonë për tabiijun e ndershëm Talhat ibn Musarrif. Tha subhanallah, nuk kam pa njerë mas shumti që e zotronte gjuhën e tij se Talhat ibn Musarrif. E kishte mbronën e tij, e mbante gjuhën e tij. Dhe një ashtu, ky është i cili tha vet Talhat ibn Musarrif, nuk kam fol me ndonjë fjalë që 20 vite që unë nuk ja kam vendosur mendjen fort, nuk e kam logjikuar mirë atë fjalë, përveç se i kam rap ishmanës asaj fjalë të cilën kam fol. Do një herë e fol ndonjë fjalë pa e medituar mirë, pa e logjikuar mirë, tha 20 vite, nëse kam fol ndonjë fjalë pa e logjikuar mirë, vetë se i kam rap ishman asaj fjale. Përveç ato të cilën e kam bërë Allahun xhel xelaluhu dhikr. Ebu Bekr ibn Ayyash, kemi folur për Ebu Bekr ibn Ayyashin kush është, pra është Shu'be transmetuesi i kiraetit, e cili e transmeton pra nga Asimi. Tha e kam dëgjuar tabiiun e ndershëm Ishaq as-Sabi'i. Tha nuk e kam dëgjuar asnjëherë që ta fajson dikant. E të i thot dikuja se ky kështu apo tjetri ashtu. Dhe kur folte për sahabët e Pejgamberit sallam, tha njërin me ecik, tha i folte për to sikur me qenë më i dashurit e ai. Njerë me cilësi shumë të madhe dhe të lartë, subhanallah. Dhe një ashtu Kharija ibn Mus'ab. Tha e kam shoqëruar Abdullah ibn Aunin, kjo është tabiiu i ndershëm, kemi treguar për to dhe më herët e dersat. Tha e kam shoqëruar 24 vite, tha dhe nuk di, tha unë për Abdullah ibn Aunin, që me laqet të shkruajnë dënjë gabim, dënjë mëkat për to. Subhanallah. Burr që të thot dikush e kam shoqëruar 24 vite, thot nuk di me laqet që kanë shkruajt mëkat për to. Se 24 vite, që ka me thonë shoqërim, dikan ta shoqërojsh e mos ta shohish që të ka bon ndoshta ndonjë gabim, ndonjë mëkat. A kurse të na të kundër të në dhuj. Por fat keq mesin tonë që ka bën, e shet dini burë të mirë, thot, valla, ky drejt në xhennet ka me hi, jo në xhennet, Allah.
shikoje pastërtinë e tij, bukurinë e tij, moralin e tij, thuj elhamdulillah inshallah te ky njeri nuk ka mëkate, nuk i kanë shuvit. Jo drejt në xhennet. Si mos hinë edhe ky në xhennet, mos di kush do hinë në xhennet. S'ka vutu ju Allahu xhel xelalu mërënsin si adim kërkuja. Për atë në thëmë, o Zot inshallah na mëson gjithve në xhennet. Po ka burra të mirë me të cilët e livdroi Rabi ibn Huthaymi 24 vite, tha s'di çfarë gjunohesh kanë shkruajt te ai tha me loqet. Nuk di ti shkruajnë një mëkat. Zmboj mend një mëkat. 24 vite shoqëri. A neve me na marr 24 orë subhanallah. Na vetit e dim se sa mëkate ja boj më bo. Na ndoshta edhe suni njehim brenda 24 orëve sa mëkate na shkruajnë me loqet. Që ti thonë o Zot na fal mbromje, na kisham na fal o Zot se ditën e rrasëm me mëkate. Subhanallah. Për atë të janë burrat, ndoshta pak e zgasim dersin, po me të vërtet kam dëshirë që na i prek shpirtat tonë, që mos ndami për këtij mezhlisi, vetë se inshallah me një këshill dhe me një armë të fortë të madhe për mbrojtjen dhe prangosjen e gjuhës tonë, e të këshillojmë dhe mezhliset tona gjithashtu. O vëllezër, Yahya al-Qattani tha pse mendoni tha se e ka udhëhequr dhe u bë me thonë zotëria i njerëzve Abdullah ibn Auni rahimullah. A mendoni tha se la dunjan dhe nuk u mur me dunjan, apo me çka i u bë udhëhequr zotëria e njerëzve? Tha i nuk u bë zotëria e njerëzve vetëm se për shkak të rujtjes së gjuhës së tij. Ai ishte që e runte gjuhën e tij shumë. Kan ibn Aun amlakuhum li lisanihi. Ishte Abdullah ibn Auni rahimullah i cili e përvetësonte gjuhën e tij. E kishte mpronë të vetë gjuhën e tij. Si çdon të haj luhunte me gjuhën e tij. Ajo na shumë herë ke po gabojmë, e kur të gabojmë më falbe, më bën Allah pse, se mendova shumë se ku do bjen me gabimet e gjuhës tonë. Madh ibn Muadh tha më ka treguar më shumë se një njeri për Yunus ibn Ubejdin, të cilën e cekom ata bën më herët. Tha nuk di njeri i cili 20 vite me të cilën dikush të jeton 20 vite e që mos të shpreson që ta ketë një ditë të pastër si kur Jusuf ibn Ubejd. Dikush të jeton të 20 vite, shpreson të ta ketë një ditë si Jusuf ibn Ubejd pastër nga mëkatet, e nga përgojimi. Para meno. Subhanallah. Yunus ibn Ubejd tabiu i ndershëm. Tha nuk dini njeri i cili e rregullon gjuhën e tij 40 vite, tha sikur që e kishte një ditë të rregulluar gjuhën e tij Yusuf ibn Ubejdi. Subhanallah. Apo për Abdullah ibn Aunin. Tash Yusuf ibn Ubejdi tabi e livdron cilën Abdullah ibn Aunin tabi. Tha nuk njoni njeri i cili 40 vite është munduar që ta rregullon gjuhën e tij, sikur që e kishte të rregulluar për një ditë ta bën sikur Abdullah ibn Auni gjuhën e tij. Bishr al-Harith tha erdhë një njeri te Ibrahim ibn Adham. Keni ndëgjuar për Ibrahim ibn Adhamin rahimullah, i cili tha filloi që ta përgojon dikan në mesin e tij dhe ky ja tërhoq vërejtjen, tha mos përgojo. Ai vazhdoi tha përsëri që të përgojon, ja tërhoq vërejtjen, tha i bërtiti dhe pastaj u ngrit nga ai mezhlis dhe tha ajibtu lana kayfa tumtar apo kayfa numtar. Tha valla për të habitur me ne çfarë njerëz kemi. I thua mos bë gibet, ai përsëri bën gibet. Tha për të habitur me ne se si na bjen shi. Çfarë mëkate bojmë? S'lom njerë pa e cenuar nderin e tij, pa fol për to, e pa ngjitur diçka, pa e përgojuar. Tha valla habitem se si na bjen shi. Tha rahimahullah, duke u munduar që këto ishin burra që dhe një dere vogël që çonte në mëkat, këto i qëndëronin në prit, subhanallah, që mos të vjen deri te mëkati i madh. Isa ibn Hazim, ta kur ishna një herë me Ibrahim ibn Adham në shoqërimin e tij, vëllezër, tha ishte me shokut e vet, me të cilët ishin kolegë, tha ishin duke ngronë bostan, shalqin, duke ngronë, dhe tha bonin hajgaren me zveti, tha kur trokiti dera, tha ju drejtua Ibrahim ibn Adham, tha të qëndëroni pa levritshëm
edhe mos flet dikush. Ata ju drejtuan Ibrahim ibn Edhemi, tha, do të na bësh tash na këtu veç mbrenësin ndryshe, e tjerët mos na njohin. Tha, heshtni dhe mos folni, tha se nuk dua që të bëhet mëkat Allahut nëpërmjet nesh. Të të shefën këtë vendin që gyjet shumë duke kesh ose duke luar, dikush i cili të ka në sy shumë të madh, e pastaj të folet të bën gibet. Ti bën mëkat Allahut, ti të bësh shkak, nuk duhet të bëmi shkak na të heshme, të jemi të përkujdesshëm që mos të bëhet shkak dikush e të na përgojon neve me këtë çështje. Pra ato vëllezër është çështja se Bekr ibn Munir, kam dëgjuar se Buhariu, e dini burrin e madh Imam Buhariun, ka unë shpresoj që ta takoj Allahun xhele xhelaluhu e mos të më merr në llogari se e kam bërë dikant gibet. Para menua. Ai i cili transmeton hadithet, patjetër që kur të flet për hadithet, të thot filani i dobët, filani rënacak, filani kështu, filani ashtu. Patjetër hadithi i shpikur, por ky burr Imam Buhariu tha dua e mund shpresoj ta takoj Allahun e mos të merr mua në llogari, tha se e kam bërë gibet dikan. Por atë komentoi Hafidh Dhahabiu rahimullah në këtë çështje dhe tha Allahu më shirof me të vërtetë, tha e ka thonë të vërtetën. Nëse shikojmë tha në Jarh at-Ta'dil, është një land në çështjen e hadithit që ka të bëjë pra me precizimin e njerëzve, do me thonë, a është i mirë, a është i keq, a është rënacak, a është shpikës, a është transmetues i mirë, a i merret hadithi as i merret, tha nëse shikojmë tha në shkencën e hadithit, tha ky burr gjithherë nëse ka thonë për dikan i cili ka qenë rënacak në hadith, tha nuk e ka përdorur të thotë kedhab, filani rënacak në hadith, po e ka përdorur tha fjalën munkirul hadith, njëri që si merret hadithi. Ka përdorur fjalët tha gjithherë të motora shumë, ose seketu anhu, kanë heshtur për këtë njeri. Dhe me thonë, përderisa dietarët kanë heshtur për këtë njeri, e kanë kuptuar se te Imam Buhariu, ky kur thet për dikën kështu, si merret hadithi atij. Ose fihi nadhar, në një hadith që ka thonë Imam Buhariu thasë në to duhet mu shiku, e kanë ditë se është i shpikur. Ose tjetri, tha nëse kur nuk i ka përdor filan kedhab, ose të thotë për shembull ishte që i vendos të hadithet. E kështu me radhë, pra gjithë kjo na jep të kuptojmë se me të vërtetë ishte burr i cili ka pas kujdes, a mas shumë t'ju ka marrë me njerëz. Me transmetimit të haditheve. Me burrat të cilët i kanë transmetuar hadithet, i kujdesshëm fjalë tha që ta takoj Allahun edhe mos të më merr në llogari se e kam bërë gibet dikan. Por atë vëllezër Buhariu tha kam dëgjuar Abu Asimin duke thonë: "Mundhu aqaltu an al-ghiba haram ma igtabtu ahadan qat." Pikur e kam logjikuar se gibeti është haram dhe e ka ndaluar Allahu, mo nuk kam bërë gibet asnjë njeri pastaj. Imam ibn Daqiq al-Aidi rahimullah tha ma takallamtu bi kalima wala fa'altu fi'lan illa wa a'dadtu lahu jawaban bayna yaday Allah azza wa jall. Nëse marr me çiket këshill të këtij burri, ndoshta do të kishmi shumë përmirësim në jetën tonë subhanallah. Tha Imam ibn Daqiq al-Aidi rahimullah. Tha nuk kam fol asnjëherë ndonjë fjalë, as që kam bën ndonjë vepër përveç se e kam përgatitur për atë fjalë dhe për atë vepër përgjigjen para Allahut xhel xhelalu. Para mendo. A thua na jemi ndonjëri prej nesh që çdo fjalë tonë, çdo vepër që cilën e bëjmë, spaku të mendojmë çka do t'i them Allahut kur të më pyese për këtë. S'kam fol ndonjë fjalë tha as vepër përveç se kam përgatitur përgjigje për Allahut. Do t'i them Allahut. Çka do t'i them Allahut për këto? E thash, e fola ose e veprova. Po Allahu kur do të pyet çka do t'i thush? Përveç se kam përgatitur, tha përgjigje për to. El Hasan ibn Bashar tha që 30 vite nuk kam fol me ndonjë fjalë me të cilën kam nevojë që unë të arsyetohem për atë fjalë se kam bërë gabim. Gjithashtu Khalid ibn al-Husayn tha ma takallamtu bi kalimatin uridu an a'tadir minha mundu 50 sana. Tha nuk kam fol ndonjë fjalë që unë kam nevojë ti arsyetohem ose fjalët ti kërkoj halallak dikuja, ti justifikohem se po ta kështu, po ta ke qëllime, po ta ashtu, që 50 vite. 50 vite të jeti kujdesshëm në fjalë, subhanallah, pastaj hoxha sjell edhe shumë argumente të hoxhallarëve bashkohor, të cilët i kanë pas, domethënë edhe ato cilësi të mëdha, me të cilët mendoj se janë të njohur shumica e hoxhallarëve të mirë dhe dietarëve të mirë, të cilët i kanë ruajtur vetveten e tyre, kanë ruajtur moralin e tyre, gjuhat e tyre, me të cilët mendoj që sonte me këto këshilla
Shpresoj që mas pari të përmirësojmë shpirtin tim dhe vetveten tim dhe moralin tim. Gjithashtu shpresoj dhe ne këtu si musliman të cilët jemi të gjithë të tubuar, që të jetë e dobishme kjo për një dhe për gjithë ju, e Allahu ju shpërbleft që bë sabër dhe durim, e inshallah pra në dersin e ardhshëm, pra me temën që vijon kejfe taubetu min el ghibe. Nëse bim në mëkat në gibet, si të pendohemi nga gibet. Këto subhanallah me të vërtet, ka thonë mund autori duke në i tubuar gjithë të këshilla, jo se nuk i keni ndëgjuar, po jetesa e kësaj kohe të cilën jetojmë këtu, duke këshilluar në tjetrin dhe duke shpjeguar, duke e hulumtuar historitë e këtyre burrave të mëdhej, me të cilët neve me të vërtet na japin një kandil dhe janë shembulltyr që na spaku të mundohemi, duke i dashur ata dhe të cilësohemi me cilësitë e tyre. Pra lusim Allahun xhelexhau që Allahu ta përmirëson moralin ton, të na përmirëson gjuhën ton, e të na bën nga ata të cilët nuk prezantojmë vetëm sa aty ku Allahu xhelexhelalu është i kënaqur, nuk flasim vetëm se ato të cilën Allahu xhelexhelalu është i kënaqur nga ne, dhe të na ruan Allahu xhelexhelalu nga paragjykimet, nga përgojimet, e të na bën nga ata të larguarit nga përgojimi dhe gibeti, duke lutur Allahun xhelexhelaluhu gjithashtu që Allahu t'ju shpërblen me të mirën e tij për kohën që keni nda dhe për prezencën të cilën morët pjesë në këtë ders, në këtë shpjegim. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.